Është një status që ka dalë sot i avokatit Gjergj Xhekutaj, nuk e di a keni parë, mua më të rëmbi pak. Për lutëm a dekriptoni pak. Doktor Berisha thot, zoti Xhekutaj, mike emisionit e 160 gradë, që në 2017. E solli Partinë Demokratike në jetë pas një kome artificiale të shkaktuar nga armiqtë e saj. Sot armiqt e dikushëm të PD-s të penduar, por të paguar dje dhe sot nga Rama & Co, po përgatiten të riazgjësojnë Partinë Demokratike dhe Berishën. Disa për tyre, edhe deputet të PD-s, nesër të klonuar nga Rama, nesër të klonuar nga Rama, pra të më thënë, bëhet fjarë se duke të shkruani grup, nuk e keni informacion, që kërkon të rikjen e doktorit. Pra dhe nga ta deputetet e... Brënda PD-s. Brënda PD-s. Ja do të apë një ty. Ke informacion? Po të meroj kjo mua. Po që thot? Janë të shfaqur me emër dhe mbi emër, dhe beteja me ta sot është me ashpra, pra lufta brënda llojit, i pje. Është me ashpra, pse do të luftohet fizikisht dhe jo online si dje. E këtë di, po e verifikon? Po, jam duke lezu. I kam të sakt. Çdo më thënë fizikisht dhe online, ma thoni, nuk mund të largojmë shpëtimtarin ton, pra doktor Berishën, por atentatorët ndaj tij, qofshin burra, gra, gej apo lesbike. Lufta shpadur, bërë. Gjergj Xhekutaj. Është një kuçot që nuk të bën status e kështu letrare. Gjergj Xhekutaj pikë së pari ka qenë ish prokuror i Fatosnanos, më pas avokat i suksesshëm. Edhe është avokati zotit Berisha në procesin e tij ligjor në SPAK. Fragmentizimi i që është bërë Partisë Demokratike dhe lufta që Berisha ka me Lulin, që ka me Bardhin, që ka me Bashën, që ka me Alibejajn, tregon që edhe alianca de facto që ka me zotin Meta, e ka dobësuar Partinë Demokratike dhe në mënyrë të paprecedent. Dgjoj, mos harroni që Xhekutaj është një avokat penalist. Që merret me çështje penale, jo me çështje administrative, jo me çështje politike. E kupton që thirrja është raciste, nxit vllavrasje, apo s'ka kjo? Ne themi çdo duam. Është me kësoj, nuk është rasti. Janë ca persona që dyshohet që janë mbi. Flitet për një grup armiqësor brenda Partisë Demokratike, i cili po keni emër të këtij grupi? Jo, nuk kam emër. Gazbardhi është? Unë përmenda armiqtë dhe luftën që ka Berisha tashmë. Se unë shoh aty tek aludimet e zotit Xhekutaj, shoh dohen edhe burra dhe gra, sepse është lufta e hapur, unë e thash. Ai ka thënë lesbikes, ka folë për Gazbardhi. Jo, ka thënë edhe gej dhe lesbike. Jo, ka thënë edhe klonime nga Rama brenda PD-s. Po do ta zbërtheni se shumë burrë. Shumë interesante. E ka shkruar shumë burrë. E ka mitologji, Kronos i hante fëmijët e tij. Domethënë, Gens tani i thot doktorit që ti duhet i hash fëmijët që ke provuar. Jo, ai thotë që do t'i hajë ai vetëm, do filloj lufta.